Do të flasim për një temë që si nocion, si emër, ndoshta edhe përdorim shpesh, perfeksionizmi. Çfarë është perfeksionizmi? Si ndikon ajo apo çfarë ka të bëjë me shëndetin tonë mendor? Për këtë do të na flet specialistja e psikologjisë klinike, Mimoza Gashi. Mimoza, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Laura, mirë se ju gjeta. Të ta afrohet në dëgjosh. Më mirë. Okej. Faleminderit. Si ke filluar ditën sot? Mirë, kam fillu me punë. Fillimisht me disa angazhime punë jashtë punës terapeutike, pastaj te jo edhe pjesa tjetër. Unë të njëre mendoj them këta psikologët, psikoterapistët sikur e kanë atë çelësin e mendjes dhe jam kurioztare me ditë se si kujdeseni ju për shëndetin tuaj mendor, duke pasur një orë të shumë da. Po nuk mendoj që i çdo është faktin me dallu mënyra që shmerren qytetarët e tjerë që janë profesionistë të shëndetit mendor me shëndetin mendor edhe psikolog, njëjtë edhe psikolog, po njerëz që njerëzore, cilët edhe ata i kanë nevojat e veta për kujdesje ndaj shëndetit mendor, pa na shkalu këto edhe nevojën e tyre për konsultime rreth shëndetit mendor, ani se janë profesionistë të fushës, po kjo nuk do të thotë asesi se ata janë të amnestuar prej shqetësimeve emocionale, po se nuk janë të shqetësuar prej ngacmimeve, stimujve të jashtëm, ndodhive të ndryshme dhe përjetimeve, kështu që edhe ata njëjtë këshillohet që të kenë konsultues të shëndetit mendor në rast nevoje, përveç terapisë personale, gjë që ju ofrohet gjatë shkollimit tyre profesional. E do të flasim për perfeksionizmin dhe faleminderit shumë që na e propozove si temë, nuk e kisha menduar ndonjëherë edhe pse shpesh e përdorim. Çfarë është konkretisht profesionizmi? Spori po du me sqaru si pse e propozova si temë, në përvojën tem profesionale, aq më shumë në ditët e sotme me rrjetet sociale, ku njerëzit shumë po kyçen, po informohen, që një anë e mirë e medaljes, po ana tjetër po është që po ka tendenca edhe të vetdiagnozimit. E mësane edhe diskutimi i temave me diagnoza, si që për shembull është ankthi, është depresioni, është trauma, e këto që janë veti diagnoza, mësane edhe diskutimi për to, ka njëherë po i shtyn njerëzit me mendu ose mu friksu, mu shqetësu se mos janë duke te i kalu ose të e kalu një problem të shëndetit mendor ose një diagnoz, kështu që për me shmang pak a shumë vetë diagnozimin, ma shumë dashta me diskutu për perfeksionizmin si karakteristik e cila mund të gjinet të shqetësime të ndryshme të shëndetit mendor, për shembull mund të gjinet të ankthi, mund të gjinet të depresionit, të PTSD-ja, të çrregullimet të personalitetit, po është një karakteristik personale ku njerëzit kryesisht ndihen janë të shoqëruar prej ndjenjes së pamjaftueshmërisë ose të jo kompetencës, qoftë ndaj vetës ose qoftë edhe ndaj të tjerëve. Do të thotë kjo që vazhdimisht kërkojnë të bëjnë çdo gjë mirë, të jenë kujdesshme. Thellë e ka realisht nevoja për me qenë perfekt, e ka thellë nevojën e të qenurit i pamjaftueshëm ose jo kompetent. Do të thonë, duhet pajtohemi që jo çdo kund mundemi me qenë perfekt. Po duhet pajtohemi që? Që jo çdo kund mundemi me qenë. Realisht askund s'mund të jemi perfekt. Kështu që sado që është një tendencë për me arrit perfekten, lojmi hidhur është se asnjëherë s'jemi perfekt. Kështu që do të thonë është një rezistencë të pranunit të mos perfeksionizmit ose mos qenurit perfekt ose prag i ultit tolerancës me toleru me pranu jo perfeksionizmin ose mu pajtu me jo perfeksionizmin, do të thonë nuk ka rezistencë në të pranunit jo perfektës, po thellë është ndjenja e mos qenurit perfekt.
ku njeri ka shpesh vendos për me përmbush të ndjesit jo kompetencës, vendos standarde jo racionale, ose ka besime, qëndrime jo racionale, qoftë për veten apo edhe për tjerët. Kështu që do me thonë, thellë është një ndjenje jo perfekcionizmit e jo kompetencës, masanej që është në vendosjen e standardeve jo racionale, të pa arritshme edhe masanej që shoqënohen me stres ose me çka do, po para se me folë se me çka shoqënohet, masanej ma shumë isha ndalë që perfekcionizmi nuk do me thonë veç kërkesa që na me konë persona perfekt, do me thonë perfekcionizmi është din me konë i drejtu ndaj vetës, ku na kemi standarde të nalta për vetën, edhe vazhdimisht kemi ndjenjen e stresit, fajit, përgjithësisë, jo kompetencës. Din me konë kur na kemi standarde të nalta për njerëz tjerë, do me thonë për të tjerët, për rrethin tonë, qoftë familjar, shok, shoqe, partneri, edhe do me thonë kemi standarde jo racionale edhe jemi shumë kritik. Do me thonë, kur dikush është shumë kritik ndaj dikujt për çfarë do sjellje që në sytë e tij është jo perfekte, ose jo e duhur, edhe kemi perfekcionizmin ku na e perceptojmë se të tjerat kanë standarde të larta për ne. Do me thonë, është perceptimi joni ku na besojmë që tjerët kanë shoqëria, ka standarde të larta për neve, edhe zakonisht personat cilët kanë perfekcionizmin social që quhet, janë vazhdimisht e angazhuar me i plotsu pritjet apo standardet që ky menon që tjerët kjo menon që tjerët ja kanë vendos. Do me thonë është një angazhim, një stres i vazhdueshëm me i plotsu pritjet të tjerëve për veten tonë. Do me thonë kemi bukfalisht në vija të trasha janë 3 lloje të perfekcionizmit, cilat din me konë edhe shqetësuese, mo manifestu me shqetësime të shëndetit mendor ose të gjendjes psikoemocionale, po që është perfekcionizmi i drejtuar ndaj vetës, ndaj tjerëve, edhe perfekcionizmi social, ku o perceptimi se tjerët kanë pritje standarde të nalta për njëve dhe na angazhohemi me një plotsu pritje. Po flasim për perfekcionizmin dhe na tregove që ka raste kur ne kërkojmë nga vetja jonë që të jemi, si që themi me gjuhën e popullit, perfekt në çdo aspekt. Ka raste kur kërkojmë nga të tjerët të jenë të tillë, po ka edhe ata do thot në publik që edhe më tepër janë të prirur me i ndajt gati vetës, kështu si një tansi po e përshkruaj. Por pse disa e kemi këtë perfekcionizmin? Nga na vjen kjo? Ka të bëjë me fëmirin tonë, me atë se si jemi rritë, si kemi pa? Po ne ekzistojnë teoritë që realisht edhe spjegojnë për si qysh ndodh, qysh vjen deri te perfeksionizmi. Po unë asnjëherë nuk du me kategorizu edhe me u qit vull. Perfeksionizmi është shumë individual, me karakteristika shumë individuale. Secili individ e ka përjetimet kalunën e vet, e cila asnjë mënyrë nuk do me thonë që është e aplikueshme ose si një shkas edhe për zhvillimin e perfeksionizmit të personit tjetër. Po çdo herë unë i besoj teorisë që ka një bashkëdyzim të faktorëve gjenetik, biologjik edhe të faktorëve ambiental. Kur po tham pse është ky bashkëdyzim, se jo të gjithë cilët kanë përjetime të njëjta kanë kaluar në zhvillimin ose kanë zhvilluar perfeksionizëm. Do me thonë janë disa karakteristika karakteriale biologjike të cilat e bojnë një person të disponueshëm masanej kur kombinohet edhe me faktorët e ambientit për zhvillimin e perfeksionizmit. A do me thonë që qata persona me karakteristika të azojnë biologjike të favorshme për zhvillimin e perfeksionizmit mujnë heq mos me zhvillu perfeksionizëm, po pa tjetër, nëse faktorët e ambientit, faktorët në të cilët ambienti në të cilin ata janë rrit, nuk ka qenë stimulus ose i favorshëm për zhvillimin e perfeksionizmit. Kur po flasim me ambientin, me rrethonat në të cilat janë rrit,
këtu sidomos të perfekcionizmi kemi të bëjmë shumë me mënyrën sa ata i kanë plotësu që ato nevoja të veta të kompetencës. Tham që zakonisht e perfekcionizmi është ndjenja e pamjaftueshmërisë, e jo kompetencës. Nëse si një lloj mungese vetbesime? Jo kompetencë, jo pamjaftueshmëri, do me thonë lidhon me nëse kthejmë në fëmijëri është karakterizohet edhe me vetbesim ato të perfekcionizmi, por kam fjalën në fëmijëri nëse nuk është takuç ajo nevojë, nuk është plotësu nevoja për të qenë i mjaftueshëm, i dashur, i ofruar, do me thonë nëse dikush është trajtu si ma pak, ta zojmë. Sidomos në kontekstin ton kulturor, shembull goxha adekuat mundet me qenë çika edhe djali. Ta zojna për shembull, po e marr të njoft kontekstin ton kulturor edhe shpesh menoj në zhvillimin e perfekcionizmit, sidomos të femnat, është vazhdimisht vajzat shihen si ma pak se djemt. Nëse o një qik, ose të pakten janë po anë të kalunën. Ka qenë ajo shpreha djali hastretit. Në ditë sot me janë shumë ma pak të shprehu. Nuk për me, janë prezente. Në hastret jemi gjithë se cili për vetën tonë, sepse nuk janë 2000 se cili hastret, por është përmend kur ka qenë djali hastretit. Edhe kur nuk ka qenë djali hastretit, femnat në raport me mashkull gjithë janë po ma pak. Ani se të dy palë qenje njerëzore, po flasim për qenje njerëzore, masanej për femër ose mashkull, po një farë mënyrë sikur me u pa ma pak qenje njerëzore femra, dhe masanej në këto raste ta zojna janë po që është kriju ndjenja pa mjaftueshmërisë ose e mosdashjes, nuk është mjaftueshëm i dashur, duhet me bë ekstra gjona për me marr dashninë e dikujt, duhet me qenë për shembull perfekt në diçka, me tregu veten e diçka për me marr dashninë e dikujt, po jo si person, si qenje njerëzore që vetë se ekziston, edhe nëse hiç kur gjo nuk pal, ekziston, do me thonë, aty fillon, po më që kjo veç një shembull, do me thonë që aplikohet në çdo rast, jemi të qartë për audiencën, por vetë si një shembull, që ka mundësi me fillu, me u zhvillu perfekcionizmi, ose në raport të zojna ku buhen krahasime. Për shembull, nëse dikush është i zoti me një talent, njëri prej fëmijëve që është në kulturë i çmueshëm, në kulturën tonë, dikush tjetër një talent që nuk është qaq i çmueshëm, masanej është i zoti, po e merr vëmendjen tjetri, ky tjetri çdo herë tenton me marr vëmendjen edhe dashnin, ose lufton me veten me qenë sa ma perfekt për me marr dashnin e tjetrit. Do të thonë janë vetëm se raste shembuj qysh mundet me u zhvillu perfekcionizmi, po kjo nuk do me thonë që këto janë edhe rritemi, sepse shohim në vende të punës, për shembull, ka shumë njerëz që kanë prirje, po për shkak të themi të asaj që s'ka qenë stabile në Kosovën e pas luftës, ku meritokracia nuk ka pasur vend, por kanë pasur vend të nepotizmi e shumë gjëra tjera, për në gjuhën e popullit me folë që në vendin e punës me të njohshëm kanë mbetur ata të cilët kanë studiu, kanë qenë vërtet profesionist në fush, kanë mbetur të menjanum, çdo herë janë lënë ana, çdo herë janë bullizu, janë ofendu, nuk kanë qenë në pozitën e duhur, madje vazhdojnë edhe me vite nuk janë. Dhe ata çdo herë duhet me luftu për hajtë se ndoshta këtë herë do të arrijë, ndoshta këtë herë duke pritjet e tjerëve. Dhe është kjo e mundimshme për që kjo që more shembull është zakonisht e lidhur me perfeksionizmin social, ku për shembull edhe të rastet e bullizimit, menjanimit, neglizhimit, krejt këto nga shoqëria ku personi fillon me besu që nuk është i mjaftueshëm me i përmbush pritjet sociale, pritjet e tjerëve, do me thonë çdo herë është ma pak. Për shembull është ma pak për faktin që është prej fshati, është ma pak për faktin që është ma i varfër, është ma pak si për shembull të personat me ngjyrë për shkak të ngjyrës, do me thonë asnjëherë nuk mbërrin, e ka ndjenjen që asnjëherë nuk po mbërrin me i plotësu pritjet e tjerëve për to, edhe për çata edhe nuk po është i suksesshëm. Do me thonë është një ndjenjë konstante, nevojë konstante e validimit, ku personi pret për i tjerëve mja konfirmu vlefshmërinë e tij për veten. Edhe nëse të tjerët nuk ja konfirmojnë, ai nuk ndihet i vlefshëm.
ose nuk ndjeti mjaftueshëm. Domethënë është patjetër një ndjenjë që të tjerët, rrethi social, m'ja konfirmu që është i vlefshëm. Në këtë rast kemi të bëjmë me perfeksionizmin social, ku personi pret që pritjet e shoqënisë po ja vplotson, kur ata konfirmojnë një gjë të tillë, po nëse nuk e konfirmojnë, personi vazhdon me qenë në një farë konflikti, lufte me veten. I mora 2 shembuj, po më thokat për shkak që me shmong naj gjykim ose para gjykim të audiencës për perfeksionizmin, atëherë po tentoj jap edhe pak shembuj që asnjë mënyrë mos me u gjyku dikush ose mos mu para gjyku. Të secili prej nesh rrethonat në cilat na arritmi asnjëherë nuk janë ideale. Kështu që edhe gabimet që bëhen gjatë procesit të zhvillimit me fëmijët, anise në masë është çdo herë mirë me i vitu edhe me qenë prind të kujdesshëm se në çdo fjalë qysh mundet me ndiku jo aty për fëmijën, po në procesin e rritjes ose si person i rritun, prap është e pamundshme me qenë edhe ata perfekt. Do të thonë është diçka që perfeksionizmi nuk ekziston, po një aspekt tjetër se qysh fillon me u zhvillu perfeksionizmi është tek vërejtjet, kritikat që zakonisht i marrin fëmija, i marrin shumë lehtësisht. Aq më shumë në kontekstin ton kulturor për një me i marrin lehtësisht, për shembull lehtësisht kritikohet për çdo gabim, për çdo sjellje. Fatkeqësisht nuk gjykohet vetëm sjellja e fëmijës, po në një farë mënyrë gjykohet komplet fëmia. Do të thonë ti e gabim ajo se si sillen me neve në fëmijërinë tonë, çfarë ne kalojmë, sepse po e vrej nga fundi i janarit me emisionet e shëndetit mendor, po e vrej nga gjithë profesionistët, si psikolog, si psikoterapist, si psikiatër, neopsikiatër, që tregojnë lidhjen e madhe kohën kur e kemi kalu qoftë edhe duke qenë foshnje. Edhe po më bën shumë përshtypje se sa shumë ka rëndësi, po ne sa pak kemi të themi njohuri. E dim që diçka ndikon prej fëmijërisë tonë, por nuk jemi kaq të fokusuar që mundet gjithçka të duhemi me qenë kaq të kujdesshëm me të vegjëlit tonë. Qoftë fëmijët i kemi, familjar, apo edhe mosimdhënësit, edukatorët tonë. Po është po me të drejtë një pyetje që nëse që kaq shumë ndikohet kaq mënyra qysh na i qasmi një fëmijë, atëherë pse po ndodh halo. Problemi menoj unë që është që asnjëherë nuk i kemi pasojat aty për aty. Pasojat i kemi shumë ma vonë. Kështu që derisa nuk shihen aty për aty pasojat e një kritike të një qasje jo drejt, atëherë prind nuk është, ose rrethi nuk është që është shumë i kujdesshëm se nuk e sheh pasojën. Po pasojat për ne janë shumë dukshme, shumë avun. Të rastit të vrejtjet, të kritika, do me thona, e dim që jemi shumë të rëndësishëm të rritnit në zhvillimin e fëmis, edhe patjetër që fëmijët duhet t'i kenë edhe limitet. Mirë po mënyra që na javë transmetojmë këto limite fëmijëve, mënyra që na i vedisojmë për sjelljet e tyre të papërshtatshme është shumë e rëndësishme. Në momentin që na për një sjellje të papërshtatshme një fëmijë e gjykojmë komplet fëmijën. Do me thonë, edhe kemi fokus shumë ma shumë të sjelljet e papërshtatshme se sa të ondë pozitive të fëmijës, atëherë fëmija fillon me zhvillu ndjenjen e pamjaftueshmërisë, gjithçka që po bën, po është gabim. Realisht, po është gabim në sytë e fëmijës, për shkak që fokusi i të rritunve po është shumë të gabimet. Edhe kur po kritikohet për një sjellje, realisht kritikohet krejt fëmija. Nuk kritikohet për sjelljen. Ta zojmë, ka thy diçka, nuk thuhet që nuk kritikohet që nuk ban me i thy çonat, është sjellje e papranueshme, mirë po vendoset një emën shablon që është i pakujdesshëm. Ta zojmë. Automatikisht, do me thonë pri një sjellje, nëse fëmija ka thy diçka, ka hyrë në umbrellën e të pakujdesshmit. Automatikisht fëmia fillon që përdoren pikrisht për shkak se vetë prindrit ballafaqohen me problemet e tyre të brendshme dhe ndoshta nevojat, pasiguritë e tyre dhe gjithë ato bullizma që i përjetojnë gjatë jetës, gjatë ditës së tyre, ata pastaj fatkeqësisht i kemi ndëgjuar që fëmijët për shembull i drejtohen me fjalën debil. Kemi pas raste kur në shëtitore kemi pa nëna ose baballar kur fëmijë 3 vjeçar apo 5 vjeçar duke hezë shtërzu, i ka përly ato tesha dhe është drejtu me fëmin o trollan.
A din me këshyrë të përpara, a ki sy, gjithmonë, do të thotë janë të ofendime që mundet me ndodhë dhe si e rritën ti mundesh me ursu. Nëse jetën të gju veten, të më tho qysh dikush e gjukon tjetrin, o të bell, o të rollan, realisht jetë të folë për dikan që ka perfekcionizmin të zhvillu ndaj tjerve. Do me thonë, në këto raste, një prind mund të jetë që ka perfekcionizmin të zhvillu një ndaj vetës, ku tenton ma të mirën prej vetës ose perfekt, që edhe kjo e dëmshme, po më të pakten ma pak, se ki me veten, asë ndaj tjerve mja u plotësu kërkesat ose pritjes, po ndaj tjetërit. Pastaj do të themi, nëse më lejon me zgjatë pak, se nëse gjykohet një person kritikohet, tham të perfekcionizmin ndaj të tjerve, është që na tjerë të kërkojmë t'jenë perfekt. Në këtë rast prindje, kërkon që fëmija t'jetë sa perfekt. Në momentin që e gjykon që krejt fëmijan për një sjellje është të kërku. Do me thonë, vetë prindi në këtë rast e ka të zhvillun perfekcionizmin ndaj të tjerve, ku zakonisht perfekcionizmin ndaj të tjerve, ku na tentojmë që tjertë, ose presim që tjertë jenë perfekt në çdo lëvizje tyne, në çdo sjellje tyne, atëherë është një ndikues shumë i madh, jo vetëm në raportet, që na krijojmë me tjerë, qoftë edhe me tritunit, se e njëjta mund të jetë ndaj grus, e njëjta mund të jetë ndaj motrës, ndaj nanës, ndaj vllaut. Do me thonë, kjo nuk i atakon vetëm fëmijët, po është një perfekcionizëm që indikon raportet ndërpersonale me të tjerët, edhe përpasoj mund të çojë edhe deri të një izolim i vetë personit, se masani persona tjerë tërhiqen, përveç që është edhe i dëmshëm se ju ndikon në uljet vetbesimit, nëse ta zi me bashkëshorten, fillon me dyshu të vetja, se është që kaq jo kompetente, inkompetente sa tjetri po e ban. Mëse ne ka tendencë i zhvillimit perfekcionizmit të azojnë të bashkëshortja për vetën e vetë, se me po vetën të pamjaftueshme, se nëse vazhdimisht merr kritika, atëherë kjo fillon me unë di e pamjaftueshme. Fillon, do me thonë, me unë shprehje perfekcionizmin ndaj vetës, ku tenton çdo herë me qenë sa ma perfekte, mi plotësu pritjet e personit tjetër në këtë rast, ose me gjyku veten, me fajsu veten, me qenë vetë kritike ndaj vetës. Kur po flasim për shëndetin mendor, ndonjëherë duhem me folë edhe me këtë punën kur fillon mosha me disa gjëna me u ndryshu, jo me u plak, po për shembull kur fillon nuk po e shoh orën larg dikur e shija shumë mirë. Do me thonë është ky një ballafaqim njëri që e ka me veten e tij. Pra ka shumë tema që ndonjëherë dikush rrin tu i analizu më shumë, duke u më pak. E sikur edhe për perfekcionizmin që po flasim edhe me specialistën e psikologjisë klinike, me Mimoza Gashin. Mimoza, faleminderit shumë që je sërish me neve, edhe po flasim për perfekcionizmin dhe doja aty kur na tregove që presim dikush ka prirje me prit më tepër prej tjetrit, e fajsojmë veten ose presin nga vetja më shumë, e fajsojmë veten. A ka të bëjë edhe me probleme tjera të shëndetit mendor, për shembull personat që janë më anksios, që kalojnë ankth, sulme paniku ose persona me depresion, a ndryshon edhe prej gjendjes tonë të shëndetit mendor mënyra e perfekcionizmit se si ka me reflektuar andej? Po, patjetër, po më perfekcionizmi edhe është ka shkallë të veta matëse, që do të thotë profesionist të shëndetit mendor mund lirisht me matë nëse perfekcionizmi si karakteristikë personale qëndron apo jo të një person. Kur janë bërë studime tek personat me depresion klinik ose të ankthi, është pa prezenca e karakteristikave të perfekcionizmit, sidomos perfekcionizmi i drejtuar ndaj vetës ka qenë shumë i lidhur edhe me ankthin. Do të thonë ka qenë si karakteristikë prezente tek personat i diagnozuar me ankth ose të depresioni, gjithashtu ka qenë shumë prezent si karakteristik perfekcionizmi social ose që ajo ku na i perceptojmë që tjerët kanë standarde të nolta për neve. Do me thonë, të dyja këto kanë qenë të lidhuna me ankthin edhe me depresionin, ose të pakten janë prezente, a janë edhe faktor të cilët edhe e kanë ndiku ankthin edhe depresionin, thash që perfekcionizmi është shumë individual edhe kjo mbetet në seanca psikologjike me u pa, me u kuptu, edhe mi jep kuptim gjendjes emocionale të një personi i cili është duke kalu ta zojmë në ankth, ose është kaluna për depresion, me e pa se realisht a janë edhe
shkaqet kryesore perfeksionizmi, po perfeksionizmi si shkak kryesor është pak e tepërt me thonë, ku e dim që edhe perfeksionizmit i paraprin një diçka që janë përjetimet ose mënyra qysh është rrit një person, me çka është ballafaqur çat procesit të rritjes, kështu që të më thonë çdo herë i gjejmë shkaqet të ndërveprimi i qasoj që thash ose bashkëdyzimi i faktorëve të rritit edhe genetik, po prapë se prapë këto kanë ndiku me zhvillu perfeksionizmin edhe masanej perfeksionizmin për pasoj kanë ndiku të një person që me pas gjendje të ullët të humorit ose mos me gjetë kënaqësi në gjëra cilë njerëz zakonisht gjejnë kënaqësi ose vetë personi ka gjetë kënaqësi më herët ose me qenë ma shumë në gjendje ankthi që është shqetësimi i vazhdueshëm se diçka e keqe mund të ndodhë, do të thonë në pritje ose që tendencë me kontrollu situatën. Zakonisht te perfeksionizmi gjejmë karakteristika si ndjenja fajit, fajsimi i vetës, vetë kritika, sidomos te perfeksionizmi i drejtuar ndaj vetës, karakteristika të njëjta të cilat janë prezente shumë herë te ankthi ose edhe tek depresioni. Çka mund me thonë është, do me thonë, e pashmangshme zhvillimi ose mos ndikimi i perfeksionizmit në shëndetin mendor. Ka qenë, janë dy persona cilë krejt karrierën e vetë ja kanë dediku studimeve mbi perfeksionizmin, është Paul Hewitt edhe Gordon Flatt, edhe sipas tyne, po më sa do që ka një tendencë, sidomos për sportist me i pa që perfeksionizmi është diçka që i motivon për arritje, që me qenë perfekt ose me qenë fort, ata nuk pajtohen, gjo që asoni ka sens edhe nuk pajtona që perfeksionizmi në ndikon si motivus për arritje. Jo, përkundrazi, shpesh din me na ndiku, me na demotivu, sidomos din me me ndiku negativisht te rutina jon, ku ka njëherë dina mi shty shumë gjanat, për mos me u marr, me diçka që duhemi me marr veç për shkak të frikës së dështimit që na pason. Sidomos persona që ballafaqohen me ankthin, unë e kam thënë publikisht edhe e them shumë herë dhe vet janë ballafaquar dhe janë në atë fazën që edhe nuk po du me qujt luftë, sepse nuk është luftë, por përpunimi me vetën, me brendin time, me përjetimet. Është kjo ajo që shumë herë ne kur përjetojmë ankth mundohemi me ik asaj se çfarë trupi jon po na dërgon alarm. Qoftë ai shqetësim, qoftë dëshiroj me bëj diçka veç me u hutu. Me u hutu përderisa më duket kjo nuk është edhe e mirë pa u ndalë dhe me bisedu me veten që çka ki, çfarë po mendon që po ndodh me ty. Sepse po më duket e unë kjo pak po ka sukses kur po flas me veten. Çka ki, pse kjo dridhje për çka, nëse ti ke bo vizitën mjekësore dhe natyrisht mos të harrojmë që fillimisht duhet bëhen edhe vizitat mjekësore dhe pastaj mos me u bo vezvese që e thot populli. Po pastaj të flasim me veten, ta kuptojmë jo të ikim sepse kjo puna e ikjes më duket që po e zgjat pak më tepër pastaj këtë ciklin edhe të sulmit, qoftë edhe të ankthit edhe qoftë mos ballafaqimit. Para se më kalu të që kjo, më këtënë se veç po haroj në qysh, deshta i mbeta pak borç perfeksionizmit ndaj të tjerëve se a lidhet edhe kjo me problemet të shëndetit mendor, do me thonë që ajo kur na kërkojmë të tjetri me konë perfekt, kur na zakonisht presim, kritikojmë shumë tjerë. Edhe kjo, sikurse dy tjerat, lidhet me problemet të shëndetit mendor, kjo zakonisht shumë më pak lidhet me depresionin edhe me ankthin, ndërsa shumë më shumë lidhet me çrregullimet të personalitetit. Ka njëherë kryesisht din me u lidh me çrregullimin e personalitetit narcisoid. Ku na lypom perfektën ndaj të tjerëve, jemi shumë kritik, jemi shumë gjykues ndaj tjerëve. Kështu që do të thonë çdo herë tjetri ka faj. Derisa në kulturën tonë është po falni audienca, s'është po që ekziston si term, perfekt, i shumë perfekt, i shumë mirë perfekt, mund dirisht me tonë pasu në përvojën term që
me kërku perfekte nuk është një diçka e mirë, përkundrazi është një vujtje emocionale për këndo që kërkon perfekten ose kërkon perfekten tek të tjerët. Kështu që domethënë është një diçka që unë më shumë e shoh në kuadër të shqetësimeve psikologjike, psikoemocionale se sa një vlerë ose një virtyt të dikush i cili synon të jetë perfekt. Për më kthy te ajo që të ti, sa kuptova, do më thë po flet për sjellje shmangëse, ku na jemi brenda vetes të u ballafaqu me një tension, me një gjendje anksioze, jemi të shqetësuar se diçka po ndodh ose se diçka po don me ndodh, mendja jonë po thot çka nëse po don diçka me ndodh, e të njëjtën kohë duhem me e shpërqendruar mendjen te gjona që krejtjera që mos me mendu me ik prej qati mendimi ose prej qasoj gjendje emocionale. Kësaj në terma tonë psikologjik i thojnë sjellje shmangëse. Nuk është e shëndetshme, nuk është që i bon mirë ose çon ujë në mullinin e duhun, përkundrazi, nuk mundemi vazhdimisht me ik, aq më shumë ku ato mendime e frika janë tonat. Domethënë jemi tu ik prej vetës. Është shpesh në përvojën tem klinike e marr shembull qenin. Sa më shumë i iku, ma i na vjen pas. Nëse nalmi dhe ballafaqohemi me to, është shumë e rrezikshme, ballafaqohemi me mendimet edhe frikat se ato janë tona. Janë vira këto fjalë ato momente, për shembull me fol me veten se në kohët fundit po e gjej vetëm të i thon kur po kam atë krizën e madhe. Ka daloj motor ku jeni? Si teknika që unë i rekomandoj gjithçka që rekomandoj si teknika, do me thonë, po du me ngrit një paralele me dhimbjen e dhomit. Ka gjana cilat aty për aty na lehtësojnë edhe na bojnë mirë edhe janë të mira, se na paksojnë vujtjen. Mirë po nuk janë zgjidhja. Pse nuk janë zgjidhja? Se na duhemi me gjithë shkaqet, mi jep kuptim gjendjes anksioze të cilën na e kemi. Se po ndodh. Para se me mendu me i vnuni diçka, me i vnuni antidepresiv mi jep ose një paracetamol, pse me dhimbjen e dhomit ose na pina një analgjetik edhe na kalon. Mirë, po kjo s'do me thotë që dhomi është shëru. Na pet ko me u kthy. Kështu që e njëjta te këto teknikat janë shumë të mira, lehtësuese për momentin, mirë po është e rëndësishme e mi jep kuptim edhe kohje pse po ndodh që kjo që po ndodh, pse un kam zhvillu shqetësime tilla të vazhdueshme, do me thonë me çka lidhen, me i hulumtu konfliktet e brendshme brenda nesh, me jep kuptim gjendjes tonë emocionale, pastaj do me thonë që të ndodhe dhe ajo te kalimi ose lehtësimi, lirimi nga shqetësimet. Si teknika që janë të padëmshme, komplet edhe nuk janë sjellje shmangëse, mundet me qenë teknika të meditimit, mindfulness, teknika ku personi ndërgjëtësohet për mendimet të cilat po i vinë, i ka në mendje, nuk ik prej tyne, edhe i emërton ato, për shembull thot unë që tash jam të mendu, do me thonë fakti që po thot unë që tash jam të mendu, po krijon një distancë me mendimin, nuk po e trajton mendimin fakt. Kazojmë nëse është që po më ndodh që tash po më rrog zemra, po kam na infarkt, që kjo mendim, por realisht mënyra qysh personi ato e bosh, to e both si fakt, edhe mendja merr si fakt, edhe trupi alarmohet. Çka unë po them si teknik mundet me kanë me kthy në mendim, çka edhe në fakt është mendim, është hipotezë, edhe më thon unë që tash jam të mendu se po don me më kap zemra. Automatikisht jam të e trajtu si mendim. As nuk jam të ik, jam të ballafaqu, po jam të e pru në shprehje në mënyrën racionale që ka edhe është realisht, është mendim. Automatikisht krijohet një distancë me mendimin. Mendimi nuk e ka sepse dhe simptomat fillojnë vinë sikur reale nëse them mbuq tash për shembull ku kam më kap zemra dhe fillon rrehma, po më shpejt më se trupi e merr mesazhin që jam rrezik. Edhe trupi fillon me u aktivizu me u mbrojt. Marrim frymë shumë a shumë, nxjerrim frymë shumë a pak, krijohet një hiperoksigjenim edhe fillon pastaj marramendja, do me thonë fillon një zinxhir i simptomave, ndërkaq nëse i qasmi si mendim, gjithçka kryhet që ato është një mendim. Edhe mendimet në veti nuk janë të rrezikshme, por mënyra qysh na
ju qasemi mendimeve tona, ajo përbën problem. Pas kësaj, ku na trajtojmë si mendim, është herë lehtë jo, merr kohë me praktiku, po fillon me u normalizu. Pra nuk ndodhin aty para aty. Kalojmë te një teknik meditimi që mundet me kon frymarrja, ku na marrim frymë me hund, 1-4 lirojmë frymën me gojë 4 deri në 0, pak më gjatë se që marrim. Ideja është me liru, me nxjerr krejt frymën e tepërt, oksigjenin e tepërt që e keni marrë. Në këtë rast indikojmë edhe parametrat fiziologjik. Qetësohen parametrat fiziologjik me frymarrje të lehta, edhe të ngadalshme, trahnat e zemrës bin, normalizohen, nuk bin, po normalizohen, frymarrja rregullohet edhe na qetësohemi. Trupi ndihet më i relaksuar. Do të thonë që kjo në vend që me tentu mu marrë me diçka tjetër me ik prej mendimit ton, që është sjellje shmangëse dhe pashëndetshme, është me u marrë me mendimin ton, me trajtu si mendim, me u kthy te stabilizimi i trupit ton përmes frymarrjes. Faleminderit shumë Mimoza që ishe, kjo ishe edhe koha për sot. Besoj që do të kemi sërish, sepse ka shumë tema për të folur kur bëhet fjala edhe për specialistët e psikologjisë klinike, kemi shumë nevojë për juve, kështu që besoj që do të na propozon edhe tema tjera dhe do të kemi sërish. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi.